Edhe për të gjitha zhvillimet e tjera politike të ditëve të fundit, tashmë kur po afron afati kushtetues për krijimin e qeverisë së re, do të flasim këtu në studio me Muhamet Hamitin, antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Hamiti, faleminderit shumë që jeni sonte bashkë me ne. Ju faleminderit për ftesën, Profesor, një vizitë e kryeministrit e tyre Albin Kurti në Londër, e cila disi edhe u kritikua në kuptimin që ka legjitimitet një kryeministër e tyre të shkojë në Londër, ku do të marrë pjesë në procesin e samitit Berlinit. Po tashti samiti Berlinit është përgatitur më herët. Ky ka qenë një kohë kryeministër 4 vjet në mandatin po e quajmë kushtetues. Tash u bën sa 6-7 muaj që nuk është në mandatin kushtetues, është përtej mandatit kushtetues dhe është deputet dhe kryeministër që Gjykata Supreme e Kosovës ka thënë nuk është në pajtueshmëri me ligjin dhe kushtetutën e Kosovës. Po këtë e kemi dhe procesi Berlinit është i rëndësishëm, ky ka shkuar atje. Puna është që ai dhe deputetja Gërvalla që shkojnë në New York janë deputet dhe ministra gjithësisht kryeministër në rastin e Kurtit në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kjo nuk është shkelja vetëm e tyre, kanë bërë me 10 shkelje të kushtetutës vetëm gjatë këtij viti. Gjatë këtij viti kur Kuvendi i Kosovës nuk është mbledhur asnjëherë për të shqyrtuar ligje, për të miratuar, për të mbikëqyrur punën e qeverisë, për të emëruar njerëz të masakt zyrtar, të zgjedhur zyrtar të institucionet pavarura. Këto janë punët standardet të një kuvendi. Për herë të parë, gjatë gjithë vitit 2025, Kuvendi i Kosovës ja ka dalë disi ta konstituojë veten. Ka çka bërë në kohën kur në krye të këtij pushteti është Albin Kurti me VV-n e tij që ka dalë me rezultat prej 42% dhe si del ta realizojë mandatin që e ka dhënë ky qytetar i Kosovës. Pra zoti Hamiti po thoni se përfaqësimi i Albin Kurtit në samitin e procesit Berlinit dhe përfaqësimi i zonjës Donika Gërvalla Shfarc në Këshill të Sigurimit të OKB-s, disi nuk mund të ketë edhe peshë, nuk mund të ketë edhe peshë, ja kanë ulur peshën vetë. Pse e kanë bërë këtë? E kanë ulur vetë sepse e kanë detyruar edhe BE-n në gusht të thotë se nuk ju takojmë në zyrat të qeverisë sepse kemi parasysh edhe vendimin e Gjykatës Supreme, apo jo. Lidhja Demokratike e Kosovës në maj ka dërguar në sa diu në prokurorinë speciale një kallëzim për këtë punë, për Kurtin dhe duket pas 16 të tjerë dhe kemi thënë këtë që këta po qëndrojnë në detyra qeveritare në kundërshtim me kushtetutën e cila thotë shprehimisht deputeti nuk mund të mbajë post ekzekutiv. Këta po i mbajnë. De facto Albin Kurti po sundon në Kosovë sepse qeverisë njeriu që zgjedhet dhe ka mbikëqyrje parlamentare në një demokraci çfarë kemi qenë ne dhe një demokraci që ka degraduar fatkeqësisht në kohën kur këta njerëz janë në pushtet. Si mund të jetë përshtypja e evropianëve dhe e zyrtarëve tjerë në këtë proces, në këtë summit? Kur takohen me zotin Kurti, pra kur e dinë që është kryeministri në detyrë, siç po thoni ju, pa legjitimitet, çfarë mund të thonë ata? Po ju kemi ardhur në situatën kur të huajt, miqtë tanë, aleatët tanë, po na lusin të bëjmë institucionet. Na kërkojnë që të mos nuk kërkojnë këtyre, kryesisht zyrtarëve të vetëvendosur, se jo të tjerëve, mos i sulmoni organet, mos i sulmoni gjyqësorin, mos i sulmoni mediat. Në media, për punë të mediave, kemi dalë më kesë gjithherë këtë vit, ju e dini vetë, jepi një media. Media sulmohen nga ky pushtet, apo jo. Ka shkeljet, ky pushtet, kjo qeveri e vetëvendosur ka shkelur më shpesh kushtetutën e Republikës Kosovës se gjitha qeveritë e mëhershme bashkë, ato qeveritë mëhershme që këta kanë qef të quajnë regjimi vjetër. Domethënë ky regjimi i ri që u boi vjetër edhe ky pas 6 vjet, ka shkelur më shpesh kushtetutën dhe pa dhimbje kushtetutën e Kosovës se çdo kusht tjetër dhe tash ambasadorët mistan u kërkojnë disi përgjithsisht, po dihet ku i adreson, mos i sulmoni institucionet kushtetuese duke përfshirë sot edhe në diskutimin në Këshillin e Sigurimit, siç e dëgjuat. Në rastet e tilla, pra kur një përfaqësues i Kosovës, siç është zoti Kurti në rastin konkret, pra kryeministri në detyrë, ju po thoni që është pa legjitimitet, është deputet, pra Gjykata Supreme e konstatuar që ka thënë gjë të tillë, pak a shumë pra që nuk mund të mbajë një funksion ekzekutiv kur zgjidhet deputet, dhe në takime me liderët evropian. A duhet të ndihet inferior, duhet ta mbaj kokën lart apo kokë ulur? Ai e di vetë si ndihet, por duhet ta ndijmë ne si qytetar, sepse jemi më keq se ç'kemi qenë. Kanë fituar në vitin 2021 në pushtetin Albin Kurti dhe Vjosa Osmani në koalicion atëherë me premtime për ndryshime. Dhe thoshin
ndryshimi do t'jetë për të mirë, ndryshimi është për të keq. Jemi më keq se që kemi qenë në brenda, në ekonomi, në si shoqëri, jemi më keq me botën, jemi në sanksione nga viti 2023, u bën 27 muaj që jemi në sanksione, deri në maj të këtij viti kanë qenë 614 milion euro të pezulluara nga BE-ja për projekte jetike për qytetarët e Kosovës, mbi 100 milion euro në fushën e energjetikës e të tjera. Besoj prej majit deri tash është shtuar. Është ashtu edhe plani i rritjes që vendet e tjera po e shfrytëzojnë, po përfitojnë prej tij, ne s'mundemi sepse nuk jemi vend me qeveri me funksion të plot kushtetues. Kjo është shumë e thjeshtë. Ndërkohë, e pam pra që në këtë ngjarje pra se të nisën fakt këtë ngjarje në takim me Mërgatën, zoti Kurti, disi kushtimisht temi o hapi zemrën e mërgimtarëve duke u treguar se e ka të vështirë që ta bëj qeverinë e re, përmendi tha se ka ziliqari, natçor ose Smirzi, pak a shumë ishin disa deklarata, një ambient toksik. Çfarë do të thotë kjo? Pse po shkon në diasporë zoti Kurti po mban takimet e tilla, fjalimet e tilla, ndërkohë që përpara mediave në Kosovë rrallë herë ose asnjëherë nuk ka përgjigje kur pyetet se nëse do ta bëjë qeverinë, nëse i ka votat, pra nuk e pranon gjë të tillë. E ka thonë shumë herë edhe brenda këtu në intervista me njerëz që atij pëlqejnë më shumë